Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çmimet po rriten. Kriza ekonomike po shtohet. Lufta gjithandej krijojnë një shqetësim të njerëzit, edhe secili flet se si ta siguron të ardhmen e vet edhe të ardhmen e fëmijëve vet. Edhe çka thonë? Ble ari. Ble ari edhe siguroj të ardhmen tonë edhe të ardhmen e fëmijëve tu. Se veç ari duke i humb vlera. Këto gjërat e humbi vlerën, ama ari e marr vlerën e vet. Kjo temë për cilën flet shumica e njerëzve sot, edhe çdo ditë na ballafaqohemi me këtë situatë problematike që çmimi i arit është i jashtëzakonshëm, është rrit. E ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 viteve. Çka ka thonë? Ka treguar domosdoshmë se njerëzit kanë me u marr me grumbullim të arit. Kanë me, do thotë, deponu ari e argjent. E tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shaddad ibn Ausit i ka thonë kështu: ja Shaddad, o Shaddad ibn Aus, njëri prej shokëve të tij që ka shoqëruar. I ka thonë kështu: idha ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fiddata, kur qofish se njerëzit deponojnë ari dhe argjent, faktaniz haulai kalimat, ti deponoj këto fjali, këtë lutje bëne. Lutje e cila është udhëfyes në jetën tënde. Çka ta lutesh Allahun? Çka të kërkosh për ti? Thuaj kështu: Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. O Zot, forcomi kamët në fen tënde. Rujma imanin, rujma dinin. Kjo është pasuria më e madhe që mund ta ketë një njeri. E para, wal azimatu ala ar-rushd. Bënëm të vendosur që të eci i paluhatur edhe palajthitur, i orientuar drejt teje, orientim të sigurt dhe të sakt. 2. 3. Wa as'aluka shukra ni'matika. Kërkoj për teje të mbësh falënderues për dhunti që më ke dhënë. 3. Wa husna ibadatik. Më ndihmo që me të adhuru në formën më të mirë të mundshme. 5. Wa as'aluka qalban salima. Kërkoj për teje zemër të shëndosh, zemër bardhë jem. 6. Wa lisanan sadiqa. Të flas fjalë të vërteta, mos të rrenj, të jemi sinqert. 7. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Kërkoj për teje çdo të mirë që ti e din. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Dhe kërkoj strehim të ti nga çdo sherr që ti e din. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dhe kërkoj falje për gjithë ato gabime që i kanë bërë pa dije ati i din. Innaka anta allamul ghuyub, sepse ti je ai që e din të fshehtën. Allahu akbar. Do thot një lutje me 10 kërkesa. Një lutje e cila të ndihmon ty ta ruash dinin tënd, ta ruash mendjen tënde, ta ruash zemrën tënde, ta ruash adhurimin tënd, ta ruash kuptimin e qëllimit të krijimit tënd. Andaj, kur njerëzit grumbullojnë ari dhe argjent dhe mendojnë se ashtu garantojnë sigurinë e vetë fëmijëve tyre, ti merre si thesar këtë dua. Edhe lutë Allahun Dhu Xhelal të jesh stoik në rrugën e tij, që të jesh i vendosur në këtë rrugë që ec, që ta falendosh Allahun për të mirat që t'i ka dhënë, që të kesh zemër të shëndosh, që të kesh gjuhë të sinqert, që të jape këtë mirat që Allahu i din, që të ruan për gjitha të këqijave që Allahu i din, dhe që ti falë të gjitha mëkatet që ti i bën e nuk i din e ai të gjitha i din. Andaj, vazhdimisht lutë Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje, se kjo është pasuria më e madhe që mund ta ketë njeriu sesa ari dhe argjendi që veprojnë dhe punojnë njerëzit për ta mbledh atë, dhe duke menduar se ashtu kanë me garantu ardhmërinë e tyre. Ardhmëria jeme dhe jotja nuk është këtë botë. Ardhmëria jeme dhe jotja është atje, se këtë to kena me lon, atje që kena me marr, ajo ka me qenë ardhmëri e sigurt, që ka me na sjell neve garancë për lumturi, harmoni, mirëqenie, komoditet e lumturit për hershme, inshallah taala gjithve Allahu na bën banor të xhenetit. Dosha me nda me ju këtë hadith në këtë krizë, në këtë vokabular fjalor të përhapur sot për me kuptuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol, edhe udhëzimet e tija vazhdimisht janë udhëzime të rëndësishme dhe duhura dhe dobishme, e ne duhet t'i dim ato, t'i mësojmë ato,
dhe të jetojmë sipas tyre dhe të tjerëve, t'u tregojmë pa kompleks inferioriteti me krenarinë e duhur, ashtu siç i takon një muslimanit dhe një besimtarit. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.